Nga ideja tek eksperimenti, shkenca pa kufi në lëndën e fizikës, në shkollën nëntëvjeçare Rilindja u zhvillua panajiri shkencor nën kujdesin e mësueses Ingrid Opingari. Nxënësit morën pjesë në këto eksperimente, të cilat në fakt ishin modeste dhe ku përfshin nxënësit Dionis Shehaj, Klejda Memini, Natali Daja, Vesona Tafili, Anela Gloria e të tjerë. Nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Rilindja, të cilët janë të moshave të ndryshme, por duke sjellë kështu edhe ide të ndryshme, kanë shfaqur talentin në shpalosin e ideve eksperimentale. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe mësuesit e lëndëve dhe drejtoresha e shkollës, Adriana Sinani, e cila përgëzoi nxënësit për idetë dhe gatishmërinë e tyre në këtë fushë të shkencës. Është krijuar me letër alumini dhe me çeste plastike dhe me një kuci pinca. Dhe me këtë projekt mësojmë si të transformojmë energjinë diellore në energjinë termike dhe kimike. E shkoni si u prit makina? Po. Dhe këtu ne mësojmë se kjo siringa është mbushur me ujë dhe duke qenë se ne shtypim këtë, mësojmë që uji është i pangjeshëm. Po nuk mund ta ngjeshëm dhe të bëhet i vogël. Ai vetëm mund të shtyhet. Do kalohet te tupi dhe do vi do ngrihet. Panajiri shkencor nga ideja tek eksperimenti, shkenca pa kufin, edhe pse i vogël në dukje, ishte një rëndësie të veçantë për shkollën, por edhe për nxënësit e saj. Fitues të vendit të parë ishin nxënësit Dionis Shehaj dhe Klejda Memini, për eksperimentin ku një biçikletë thjesht u kthye me një motor modest elektrik me bateri të karikueshme. Nisma të tilla duhet të jenë gjithmonë të realizueshme nëpër shkolla, sepse përveç argëtimit të nxënësve, janë një provë reale nxitjes së kreativitetit të tyre, duke i ndihmuar këta nxënës në të ardhmen e tyre.